Ajo që në të ardhmen do kërkoj janë rritja e shpërblimeve, qoftë për arritjen e medaljeve të larta, qoftë për atë pensionin sportiv që ne quajmë shpërblimet të përhershme. Këto domosdoshmërisht duhet të rriten, sepse nga 2014 këto nuk ka pas ndryshime, edhe unë nuk hezitoj të them që një sportist apo sportiste që stoliset me medalje të artë olimpike, aja po ajo duhet t'jenë milioner. Sportisti që merr medaljen e artë të jetë 1 milion ta ketë shpërblimin. 1 milion dhe pikë. E meriton 1 milion. Më thoni, mbase ju kujtohet edhe të gjithë shikuesve që po na shikojnë. Ju kujtohet ato pamjet kur Majlinda Kelmendi stoliset me medaljen e artë dhe garda ruse duke ngritur flamuri e përshëndesin flamurin dhe himnin e Republikës Kosovës. Më thoni, me pas dhënë shteti edhe 1 miliard, 2 miliard, a kish mujt me kriju një mjedistil. Këte krijon sporti, prandaj shteti i ka bërç sportit, i ka komunitetit të sportit, janë edhe punëtorët sportivë që kanë punuar në kushtet më të vështira, në kohënat më të vështira nën okupim, ka maltretimet jashtëzakonshme dhe dojnë një përkujdesje të veçantë nga shteti, e unë do t'jem zëri tyre.